keni pas të... Po, e kemi pas të... Po, një ka që më zhvijt, ishtë një dark shumë isore me zë dy meq. Asë para, asë dhe tjetë e fundit, edhe shumë shpejt të bim me lojme shumë të mirë. A është këtë film i madhe? Apo marrëveshje me Ludekën? E mirë, ka kafe me smiq. Ka kafe me smiq, shkon në marrëveshjet e? Faleminderit shumë. Rustemi fare s't'interesoj kështu? Jo, në kam të qarë skenën politike për besë këtu... Kjo takimi kafja me smiq? Jo, kafe. Mos paku miq janë, po raporti mandati kalune ka vërtetu. është punë e tyre sinqerisht. S'po i drueni fare këtij binomi të ri? Unë e shpjegova se nga çfarë karakterizohet skena politike. Këtu o qeverisë VB, e do të qeverisë VB, o do të qeverisë PDK, base me LDK-në me tjertë. Por me 14 shkurt të vitit 2021, populli i Kosovës e ka ndërprer një model të caktuar të qeverisës korruptiv për t'i dhënë shans një modeli tjetër të qeverisës drejtë dhe të mirë. Ky model do të me vazhdu. Qytetarët e kanë në dorë. A sheni zënën Osmani si kundërshtare të rrept të zotit Kurti në këtë situatë zgjedhore? Jo, nuk mendoj që ka asnjë arsye për diçka të tillë. Jo? Leadershipi i saj... Nuk e di, domethënë se çfarë ndodh, a kandidohet apo jo, por unë nuk e përjashtoj që edhe pas zgjedhjeve mund të bashkëpunojmë, domethënë. Me zonin Osmani? Po, pas zgjedhjeve. Nuk i di, domethënë, pse është këtu asgjë parimore në këtë relacion nuk ka. Në këtë relacion në këtë takim asgjë parimore nuk ka. Po pse një kafe me smiq, kafja me smiq është parimore zakonisht. Në ora 10 natës, në ditën e shpalljes së datës së zgjedhjeve, një ditë pas dështimit të kuvendit për ta zgjedhur presidentin e Republikës. Apo kafja spihet në mbrëmje. Pas 3 muaj. Edhe të pa gjë në fund të fundit.